Ish-deputeti i Partisë Demokratike Ervin Saliani ka reaguar pas vendimit të Komisionit Zgjedhor të Partisë Demokratike për skualifikimin e Merem Meselës dhe Vladimir Mulajt nga gara për drejtimin e partisë, proces në të cilën Sali Berisha mbetet kandidat i vetëm për zgjedhjet e 23 majit. Në një postim të gjatë në rrjetet sociale, Saliani ka akuzuar drejtuesit aktual të PD-s dhe Sali Berishën se po e çojnë forcën më të madhe opozitare drejt dobësimit dhe shuarjes graduale. Ai thekson se Partia Demokratike nuk mund të funksionojë si parti e një individi, por duhet të rikthehet një forcë të hapur dhe përfaqësuese. Saliani e cilëson Berishën si një figurë të konsumuar politikisht, të izoluar dhe të paaft për bashkuar opozitën, duke lidhur situatën aktuale me humbje të një pasnjëshme elektorale të Partisë Demokratike në vitet e fundit. Në reagimin e tij ai ngri gjithashtu një sër pyetjesh mbi përgjegjësitë për drejtimin e partisë, përfshirë hartimin e listave në mënyrën e organizimit të fushatave zgjedhore, duke i konsideruar këto faktorë si pjesë dështimeve të përsëritura të opozitës. Saliani thekson se çdo ditë që Partia Demokratike vazhdon në këtë drejtim sipas tij është një humbje për vetë opozitën dhe për vendin. Ai shton se ndryshimi brenda partisë është i domosdoshëm për të rikthyer besimin e qytetarëve dhe për të mundsuar rotacionin politik në Shqipëri. Në përfundim të reagimit të tij, ish-deputeti i bën thirrje demokratëve që të mos heshtin përballë situatës aktuale dhe të kërkojnë një parti më të hapur, më konkurruese dhe më të orientuar drejt zgjedhjeve të ardhshme.